Më ka ardhur një pako nga Shein, por nuk janë produkte për mua, janë për Albanin, por gjithsesi unë dua t'rregoj. Gjëja e parë që ai ka porositur vetë është ky G-boxi, shumë i përshtatshëm për pranverë edhe për vjesht, ose ndoshta këtu te ne edhe ndonjë ditë vere që bën goxha freskët. I thjesht me zinxhir, siç e shikoni, ka dy xhepa, nuk ka asnjë gjë të veçantë. Ngjyra më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ka marrë një set që është shumë i lezetshëm, kështu si teddy bear, është jashtëzakonisht shumë i butë, shikojeni pak. Ka këto veshët te kapuçi, edhe xhepin këtu përpara si çdo hoodie tjetër. Vjen së bashku set me këto pantallonat të shkurtra, edhe këto shumë të lezetshme, sigurisht të njëjti material, me dy xhepa para. Kështu. Dhe gjithashtu ka marrë edhe një bluzë tjetër që është po prap hoodie, kjo e bardha, edhe ka të stampuar këta arushin që më pëlqen shumë, në fakt është qenush, arush, nuk e di çfarë është, po shkon edhe me këto. Shkojnë edhe së bashku kështu, edhe me atë të tyren, bluzën e tyre, shumë e lezetshme. Dodaja ishte e qëndisur, është e stampuar, nuk është e qëndisur. Ka edhe këtu tek dora të njëjtën arush, qenush. Materiali shumë i mirë, me kapuç edhe kjo. Të njëjtin material ka marrë një bluzë në këto ngjyrat siç e shikoni. Kjo është me zinxhir, ka dy xhepa. Një gjë që nuk më pëlqeu te kjo bluza është që nga mbrapa është një çikës e shkurtër, doja të ishte pak më e gjatë, po prap i rrinte okay, është e mirë, është shumë material, domethënë goxha i ngrohtë. Unë kam nuk e di se sa palë pijame ose kostume që rrin në shtëpi në material të tillë, edhe ka filluar të fiksohet edhe Albani dhe ti marri kështu. Ka marrë edhe një set tjetër, në fakt kur i bëje porosi, këto porosit eshin veç e veç, po me shumë mundësi janë set, është njëta ngjyrë, njëta material, njëta copë komplet, domethënë, pantallona që nga brenda janë kështu shumë të ngrohta, me këtë ngjyrën blu të errët. Kanë dy xhepa përpara, kanë edhe një xhep në pas, tamam si tuta normale, domethënë asgjë të veçantë, edhe së bashku me këtë bluzë. Kjo është bluzë me zinxhir, edhe kjo ka dy xhepa këtu, ka kapuçin siç e shikoni, po duket materiali që është shumë i mirë. Nuk e besoj që do jetë material që prishet ky, është goxha i trash nga jashtë, edhe ka këtë pjesën komplet në brenda. Po është nice ky. Për ta veshur, për të dalë me biçikletë me çunin, ose për të dalë për ecje, ose për të vajtur për supermarket, apo në shumë vende të tjera. Këto kishte zgjedhur Albani, dhe si gjithmonë kodet do t'i keni nëpër komente ose te kutija e përshkrimit.